Lautrim, Urdhna? kush përna qënë zgjedhje? Absolutisht spektri politik, sepse po tash flas kështu ma konkretisht, ideja është që kur vjen puna te presidenti, sistemi politik joni kërkon edhe involvimin konkret dhe drejt për drejt edhe të opozitës, për shkak që është e nevojshme quorumi prej 80 deputetëve në sallë, kështu që vetëvendosja pavarësisht që ka marrë një shumicë parlamentare nuk e ka numrin për me procedu edhe kandidaturën e presidentit, kështu që unë besoj që partitë politike që janë pjesë e jetës parlamentare po na çojnë drejt zgjedhjeve, natyrisht një pjesë të madhe të fajit ose ta quaj ashtu të inercionit ose ndikimin këtë proces e ka patjetër që lëvizja vetëvendosje, sepse ajo është mazhoranca në parlamentare edhe besoj që zgjedhjet do mbahen edhe pastaj do i shohim rezultatet edhe epilogun atij procesi. Edhe çfarë është pjesa më e rëndësishme është ku do ta shohim rrugtimin ose karrierën politike të zonjës Osmani Matutje. Në këto rrethana, nëse ajo nuk kandidohet, unë e shoh damas prej lëvizjes vetëvendosje në një udhtim ose rrugtim saj, qoftë me një parti tre politike ose qoftë me ndonjë parti tjetër që është aktualisht pjesë e opozitës. Kështu që do të jenë disa skenario shumë interesante që do ndodhin, por momentalisht në horizont po shihen vetëm zgjedhje.